ftoj për të hapur këtë takim kryetarin e Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zotin Shpëtim Idrizi. Dashur qytetar të Fierit, të Lushnjës, të Mallakastrës, të gjithë qarkut të Fierit, jam i lumtur sot që t'ju them që sigla e partisë son është ne duam Shqipërinë të bashkuar. Por miqtë e mi, e fillova kështu fjalën time për të kurtuar se është pikërisht qarku i Fierit, mesi dhe zëmra e Shqipërisë që i ka pranuar gjithmonë të gjithë shqiptarët. Kam parasysh këtu, ka pranuar me shumë zemër. Paraardhësit e mi, shqiptarët e Çamërisë, ka pranuar në vitin 1913 shqiptarët e Kosovës. E pra, për këtë jemi këtu bashkë, shqiptarë të Shqipërisë, të Çamërisë, të Kosovës, të Malizzi, kudo që i ka vënë Zoti, për qenë bashkë dhe për të hapur këtë dubim i cili është që t'ju prezentojnë një ndër kandidatët më të mirë, më të sfikatur, që ka Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Ne këtu kemi sjellë sot para jush një djalin tuaj, një djal nga Çamëria, i cili me zëmër dhe me mendje ka punuar vazhdimisht për çështjen Çame, për familjen e tij, ka punuar vazhdimisht për një në të drejtat e mohuara të një pjese shumë vitale të kombit shqiptar, siç është Çamëria. E pra, kam kënaqësi të gjithë bashkëdhetarëve të mi, por e të gjithë shqiptarëve, që t'ju afroj si kandidatin ton për qarkun e Fierit, një ndër miqvet mi më të mirë, një ndër bashkëpunëtorët e mi më të mirë, zotin Omer Mamo. Dhe bashkë me të, unë ju ftoj të gjithë qytetarëve të Fierit, të gjithë qarkut të Fierit, që të votojnë numrin 50, Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Sepse kjo parti në gjithë veprimtarinë e saj ka pasur të fortë vokacionin kombëtar, vokacionin patriotik për t'i dhënë kombit shqiptar plotësimin e hartës së saj natyrore me identitet plot. E pra miqtë e mi, ne kemi luftuar së gjithë bashku për identitet, për respekt ndaj vetes, për dashuri kashë njëri tjetrit. Ne kemi luftuar dhe kemi qenë gjithmonë në ballë sa herë që prekeshin interesat e çështjes kombëtare shqiptare. E pra, ne vazhdimisht kemi qenë dhe do t'jemi në mbrojtje të interesave të vëllezërve tanë në Kosovë. Kemi qenë vazhdimisht dhe do t'jemi bashkë për mbrojtjen e interesave të shqiptarëve në Maqedoni, në Malizzi. Por miqtë e mi, së bashku, duke u nisur nga interesat dhe nga përjetimet tona personale, ne sot jemi këtu për ta plotësuar hartën e identitetit të shqiptarëve, të kombit Shqipërisë, me historinë dhe me krahinën e Çamërisë. Ka qenë pikërisht ky vokacion i qartë, i partisë sonë, dhe këtë ne e kemi dëshmuar vazhdimisht. E kemi dëshmuar kur ne së bashku luftuam dhe punuam që për shqiptarët e Çamërisë, për reciprocitetin e gjithë shqiptarëve, nën presionin ton, politika shqiptare e ngërthyer nga presioni i Greqisë, dhe prandaj ne rrethuam me presionin e shqiptarëve Parlamentin e Shqipërisë, duke e nxjerrë kalin e Trojës nga ai parlament, duke rrethuar me presionin e shqiptarëve dhe duke pasur më në fund një rezolut
e cila jo vetëm konsakron të drejtat e shqiptarëve të Çamërisë, por ajo është rezoluta e gjithë shqiptarëve. Miqtë e mi, në veprimtarinë tonë, ne kemi qenë vazhdimisht aty ku kanë qenë nevojat dhe kërkesat e identitetit tonë kombëtar. Ishte Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila që në fillim u vendos ashpër dhe me vendosmëri kundra një procesi të turpshëm i cili donte të greqizonte një pjesë të mirë të shqiptarëve. Me viza, me pensione, e kam këtu fjalën për procesin e censusit dhe dy pyetjeve të absurde për etnin dhe për fen. E pra miqtë e mi, ne luajtëm rolin ton brenda dhe në zemër të vendimarrjes politike shqiptare. Ishim pikërisht amendamentet e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ato që bën të mundur që ky presion absurd i Athinës të stoponte dhe sot shqiptarët të janë krenar që janë në tokën e tyre, që ky vend nuk ka asnjë pëllëm të huaj, por përkundrazi, jashtë Shqipërisë politike është pikërisht gjysma e Shqipërisë aty ku i ka vënë Zoti. Prandaj partia jon ka qenë dhe do tjetë një parti kombëtare, një parti që lufton për identitet, për patriotizëm, sepse tritan ka nevojë që të jenë krenar që janë shqiptar, ka nevojë që të njohin identitetin e tyre, historinë e tyre, trashëgiminë e tyre të pasur mira vjeçare si pjesë e qytetërimit evropian. Ne duam që të jemi pjesë e Europës. Aty ku dhe të parët tanë dhe rilindasit tanë thonin gjithmonë që për ne shqiptarët dielli lind ande nga perëndon. Po, ne kemi syt nga Europa, por ne duhet hymë në Europë me dignitetin ton, me respektin kashëvetës. Partia jon nuk i sheh shqiptarët në veri edhe në jug, në lindje dhe në perëndim, të varfër apo të pasur, të majt apo të djathtë. Jo, miqtë e mi, ne i duam shqiptarët të bashkuar me të njëjtat zemra, që rrahin njësoj, me të njëjtën shpirt, që gëlon njësoj, me të njëjtën gjuhë, që ne flasim njësoj, me të njëjtën histori, që ne e kemi njësoj. E pra, këto janë vlerat tona, me këto ne do të hymë në Europë, sepse ne jemi kombi i Skënderbeut, i Nën Terezës, i Hasan Tasinit, i Pirës së Epirit, jemi një ndër kombet më të vjetra të Europës, me më shumë vlera, dhe ne jemi dhe do të jemi pjesë e Europës. Kjo është rruga jonë, drejt bashkimit evropian. Sigurisht, miqtë e mi, ne nuk bëjmë sakrilegj kur i kujtojmë gjithve kushtetutën e Shqipërisë është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Ne shqiptarët e kemi për detyrë të luftojmë për aspiratat e kombit shqiptar, për identitet dhe për bashkim kombëtar. E pra, ne jemi që të bashkojmë në një vizion, në një zemër, në një mendje, në një të ardhme, në të njëjtën histori të gjithë shqiptarët kudo që i ka vënë Zoti. Miqtë e mi, ne i duam shqiptarët bashkë, sepse jemi të bindur që uniteti midis nesh, respekti kashinesh, do të na bëj që të ne të jemi me dinjitet pjesë e Europës së qytetëruar. Keni parë liderat politik gjatë gjithë kësaj kohe, shahen dhe kërleshen. Kjo nuk është deviza e partisë sonë. Ne i themi gjithë shqiptarëve, dëgjoni programet, shifni siglat, mendoni ku do ta hidhni votën me 23 qershor, por me 24 qershor ne do të jemi të gjithë bashkë, të pandar, të gjithë si shqiptar. Prandaj partia jon e refuzon përplasjet absurde. Prandaj partia jon shef nga perëndimi. Po që ne të bëhemi pjesë e Europës, ne duhet të integrohemi me njëri tjetrin. Ne duhet të jemi dinjitoz dhe të respektojmë njëri tjetrin. Shteti shqiptar dhe shteti Kosovës nuk duhet që të ketë luftë dhe betejë për patatet, por duhet jenë dy ekonomi të përbashkëta. Duhet jetë e njëjta treg i përbashkët
prej 7 milion shqiptarësh në mënyrë që ekonomia jonë të zhvillohet, të jetë më e fuqishme. Kjo është rruga jonë dhe për këtë ne i ftojmë të gjithë shqiptarët. Sigurisht miqtë e mi, ne e kemi nisë rrugtimin ton duke u nisur nga familja jonë. Ne jemi nisur nga ai vokacion që ka munduar gjyshrit dhe gjyshrit tanë, ka munduar të parët tanë, por ne po të regojmë që ne shqiptarët e Çamërisë dim t'i dalim zot të drejtës son historike. Ashtu si që tha dhe miku jon, avokati nga Anglia dje, Greqia ka dy rrugë, ose të pranoj të drejtën ton europiane, ose ne këtu na ka të gjithë bashk me 10 milion shqiptar dhe rrugët tona janë ose gjykatat ndërkombëtare, ose shteti grek. Nuk mund tjetë një shtet i diskriminimit, sepse ne shqiptarët dim që t'jemi dinjitos. Kemi pranuar gjithkënd, kemi ndarë bukën me gjithkënd, por ne nuk mund pranojmë që të shkelen të drejtat tona. Ne jemi kombi Nën Terezës, asaj gruaje epokale, e cila drejtsin, mirësin, ndihmën për njëri tjetrin e shpërndau në të gjithë Europën. Dhe ne për këtë jemi shumë krenar. Miqtë e mi, sigla jonë është, deviza jonë është, ne duam Shqipërinë dhe shqiptarët të bashkuar. Prandaj, unë i ftoj të gjithë qytetarët e qarkut të Firit të jenë bindur që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të çojë 7 deputet në Parlamentin shqiptar, 7 patriot që jo vetëm do të punojnë për gjakun e të parve, po do të punojnë që Parlamenti i Shqipërisë të jetë parlamenti i dinjitetit, i patriotizmit. Ne e dim shumë mirë që 4 vjet më parë, pikërisht në qarkun e Firit, u vodh vota juaj, mundi juaj, atë dhe dashuria juaj, por ne sot jemi të gjithë bashk, ne dim që t'i dalim zot, dhe prandaj kemi sjellur një ekip të mrekullueshëm kandidatësh të cilët i bëjnë nder të gjithëve, duke filluar nga miku im Omer Mamon. Votoni numrin 50, votoni Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Votoni që ky vend të tregojë që ne dim me patriotizëm, me atë dhe dashuri të hymë në Europë e të bëhemi pjesë e saj. Unë jam i bindur që qytetarët e Firit e meritojnë që të përfaqësohen më donjësisht në Parlamentin e Shqipërisë. Rroft Çamëria, rroft qarku i Firit, rroft shqiptarët me një zemër, me një mendje, me një gjuhë, me një të ardhme dhe me një histori. Ju faleminderit, votoni numrin 50.